Vlora ka nisur një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të menaxhimit të mbetjeve urbane dhe rritjes së standardeve të pastërtisë përmes vendosjes së 96 koshave nën toksor përgjatë shëtitores ikonike të qytetit lungomare. Projekti synon të shtrihet nga fillimi i shëtitores deri në zonën turistike të ujit të ftohtë, duke mbuluar një nga zonat më të frekuentuara nga vendasit dhe turistët, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Vendosja e koshave nën toksor ka për qëllim jo vetëm përmirësimin estetik të hapësirave publike, por mbi të gjitha trajtimin më efikas dhe higjenik të mbetjeve urbane. Përmes këtij investimi synohet të shmanget ndotja vizuale dhe ambientale e shkaktuar nga mbetjet e hedhura në mënyrë të pakontrolluar apo mbipopullimi i koshave tradicional, duke krijuar një mjedis më të pastër dhe më të shëndetshëm për komunitetin dhe vizitorët. Ky projekt është pjesë e një bashkëpunimi më të gjerë me qeverinë gjermane, e cila ka kontribuar jo vetëm me furnizimin e koshave nën toksor, por edhe me mjete të specializuara për pastrimin dhe mirëmbajtjen e tyre. Koshat kanë mbërritur në Vlorë prej më shumë se një viti dhe tashmë ka filluar faza e implementimit të tyre në terren. Zbatimi i këtij sistemi modern të menaxhimit të mbetjeve konsiderohet një hap përpara në drejtim të zhvillimit të qëndrueshëm urban të qytetit të Vlorës, duke u parafruar me standardet europiane të higjienës dhe menaxhimit mjedisor. Instalimi i koshave nën toksor përkon gjithashtu me përpjekjet për promovimin e turizmit të qëndrueshëm dhe krijimin e një imazhi më të pastër dhe mikpritës për qytetin bregdetar.